Kryqëziu, po na dëgjon? Po, për pak qaste do ta kemi një interpretim edhe nga zoti Kryqëziu që ka dhe përvojën kushtetuese. Zoti Kryqëziu, faleminderit shumë për bashkangjitjen. Nëse mundesh të na shpjegosh pak më në detaje çka po ndodh me çështjet kushtetuese ligjore në interpretimet e lëvizjeve politike tash brenda kuvendit. Çka janë ecurit e më të jashtme të afateve? Shikoni, kjo është sankcionuar me kushtetuese momentin e këshillikimit të rezultateve. Duhet brenda 30 ditë presidenti i Kosovës ose presidenti i Kosovës ta thirrë mbledhjen e parë konstituive të Parlamentit të Republikës Kosovës. Pastaj, domethënë, ajo mund të shtyhet sigurisht që do të thotë kanë shtym, por pastaj rregulloria e parlamentit që çdo 48 orë duhet të mbledhet derisa të zgjen struktura ose domethënë udhëheqësia e parlamentit, respektivisht kryetari i parlamentit dhe nën-kryetarët, 5 kryetarë të tij. Pra, jemi brenda afatit kushtetues, brenda 30 ditësh që u ftua kjo seancë, por nuk u ndërprej ushtyje. Tash futemi në kuadër të rregullores së kuvendit, që thotë çdo 48 orë duhet me u ftu një seancë. Maksimumi, kjo mund të ftohet edhe më herët, po maksimumi është gjatë 48 orë që të fillojë domethënë një seancë e re derisa të zgjidhen organet e parlamentit. Pra nuk ka qenë e prerë qartazi që brenda 30 ditëve të zgjidhet, të konstituohet kuvendi. Jo, domethënë brenda 30 dite duhet të thirret seanca e parë nga është domethënë obligim kushtetues nga presidenti i Republikës. E pse atëherë edhe qëndrimet e politikanëve ishin ndryshe, edhe nga Aleanca, edhe nga Lidhja Demokratike thanë që interpretimi kushtetues është i qartë, që duhet të kryhet gjithçka brenda 30 ditëve. Është një vendim i gjykatës kushtetuese, të cilën ka paraqur një farë forme që brenda 30 ditë të konstituohet parlamenti. Por kur nuk funksionon vendimi i gjykatës, atëherë funksionon kushtetuta, se norma kushtetuese është normë superiore. Përndryshe, ato vendimet e gjykatës 2025 kanë qenë më shumë vendime, kështu ta quaj, domethënë rekomandime, se sa vendime detyruese për shkak se nuk ekzistojnë masa ndeshkuese kushtetuese. Ato janë vetëm ja 2-3, mes tyre është revokimi, pastaj dorëheqja, shkarkimi, e kështu ose shpërndarja e parlamentit, kështu që duhet një mekanizëm i tërë, domethënë të funksionojë për me pas masa ndeshkuese ndaj atyre të cilët nuk kryjnë detyrën ashtu si duhet si është e paraprapë me kushtetutë. Po interesante në interpretime, sepse po them, edhe nga Aleanca Besnik Tahiri përmendi, edhe Armend Zemaj nga Lidhja Demokratike përmendi faktin që 30 ditë do të më përfundu që i bjen dikun nesër, në orat 12 natës, ato dikun po më duket po i bje si interpretim. Ndërkaq tani po thoni që nuk vlen ato interpretimet e gjykatës kushtetuese të 2025-s dhe tani vlen ato 48 orët. A ka mundësi me dërgu prap dikush lande në gjykatë kushtetuese për një interpretim të ri, apo janë të Ka mundësi. Ka mundësi, se kushtetuta decisivisht që domethënë parasheh që brenda 30 ditë momenti të verifikimit të rezultateve zyrtare duhet të thirret seanca. A kupton? Po. Dhe domethënë seanca është thirrë brenda 30 ditë, megjithëse është vonuar, për sipas mendimit tim është dashur të thirret më herët. Është vonuar, por megjithatë do të thotë është thirrë në stazat e kushtetutës. Tash domethënë kjo vazhdon. A mund të vazhdojë së mas dite? Po. A thot kushtetuta duhet të thirret seanca apo duhet të zgjidhet ose të konstituohet kuvendi? Jo bet thirret seanca, jo të konstituohet, por vetëm thirret seanca për konstituimin e kuvendit, jo të konstituohet kuvendi. Nuk kemi probleme që s'po mund me interpretu njerëz. Apo kupton, vetëm duhet më thirrë brenda 30 dite, jo më konstituu. Domethënë, pastaj ka dhënë një variant tjetër gjykata kushtetuese duke u bazuar në këtë nenin, domethënë të kushtetues që brenda 30 ditë duhet të konstituohet. Të cilën ka tash dilema në bazë të kësaj, përndryshe do thotë kishte më qenë mirë që sot ose nesër të konstituohet parlamenti me gjithë mekanizmat e vet që i ka. Ndërkaq nëse nuk zgjidhet ose nuk thirret prap një seancë më vazhdu sot ose nesër, vazhdoj me këto afatet 48 orësh, deri kur mundet të zgjatë kjo 48 orësh? Jo, nuk ka vakum kushtetues, këtë drejtim nuk dihet deri kur mund më zgjatë. Thotë kjo ka një vakum, në rastin e zonës Haxhiu të vitit kaluar.
që mbajtëm dikun 50 seanca, sa ishin. Plus 50. 50 seanca, pastaj gjykata kushtetuese u mundu që të ndihmoj, dhe më thonë edhe ndihmojnë këtë kontestin që sa herë ka të drejtë mu kandidu një deputet, dhe më thonë 3 herë, ata ka kriju një farë norme, pa ato nuk janë norma kushtetuese, se gjykata kushtetuese vetëm bën interpretimin e normës, nuk ka drejt të krijojë normë kushtetuese, kështu që kanë ndihmu pak situatës edhe që këtë situatë mund të vazhdoj përsëri. Po, mirë, nëse është kështu, atëherë çdo 4 tetor, por mandati i ushtruesës së detyrës së presidentit si përfundon dikun me 4 tetor, besnik, kam duket? 4 tetor ishte.